Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma herët kemi përmend se Allah Azza wa Jall ka bërë dallimin mes njerëzve në aspektin mendor, edhe në aspektin e kuptimit të gjanëve. Pastaj edhe njerëzit kanë dallime mes vetes sa përket dëshirave të tyre dhe shumë çështjeve të tjera, dhe këto natyrisht ndikojnë që me pas njerëzit edhe dallime mes tyre në mendime. Mirë po, dallimi në mes njerëzve sa përket mendimeve të ndryshme, në aspekte të ndryshme të jetës së boje, a do të thonë që kjo është edhe e pranueshme edhe në fe, e sidomos në çështjet e fikut, apo nuk është e pranueshme? Nëse është e pranueshme, atëherë cili mos pajtim, cila divergjencë është e pranueshme, cila nuk është e pranueshme, apo të gjitha janë të pranueshme, të gjitha janë pa pranueshme? Çfarë qëndrimi duhet me pas na ndaj këtyre të cilët kanë mos pajtime mes tyre dhe ndaj atyre njerëzve të cilët kanë një mendim pak më ndryshe? Të gjitha këto meritojnë trajtim dhe me lejen Allahut Azza wa Jall të flasim këtu rreth mos pajtimit të dietarëve në aspektet të fikut, në aspektet veprore, që është për qëllim do të thotë aspektet e namazit, të agjërimit, të haxhit, të zakatit, të transaksioneve, dhe të kurorëzimit e kështu me radhë, çështje veprore, çështje të fikut. Nuk do të flasim fillimisht në çështje të akides, kjo do të vjen pak më vonë. Për me kuptu këtë çështje në vija të trasha, themi se mos pajtimet, divergjenca ndërmjet dietarëve janë dy lloje. Është një mos pajtim i cili është i pranuar, i lejuar, dhe i dyti është i papranuar. Për ata të cili është i papranuar, do të flasim më vonë me lejen e Allahut Azza wa Jall. Mirë po, këtu dhe në dersën e ardhshëm me lejen e Allahut Azza wa Jall, do të flasim për mos pajtimet të cilat janë të pranuara, të lejuara, dhe të cilat janë ato shkaqe që kanë ndiku që dietarët me pas mos pajtime në mes tyre. Shkurtimisht për mbledh, pastaj edhe me sqaru në mënyrë të detajuar, mos pajtimet e pranuara, sidomos çështjet e fikut, kanë të bëjnë me çështje për të cilat nuk ka tekst të qartë dhe të prerë fetar. Qoftë nga Kurani apo Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo nga ixhmai. Domethënë nuk ka tekst të qartë fetar, sepse nëse ka tekst të qartë fetar, atëherë nuk do të me pas mos pajtime. Pra, ka mundësi në disa raste mos me pas tekst. Dhe dietar pasaj, duke i përdorur mjetet që Allah Azza wa Jall ka leju, duke u kthyer në gjuhën arabe, në rregullat e usul fikut, e cila është një shkencë, e cila është me rëndësi shumë të madhe. Për arsye se aty mësohen me mënyrat e argumentimit, çka konsiderohet argument, çka nuk konsiderohet argument, dhe çish kuptohet teksti fetar, ose çish kuptohen tekstet në përgjithësi, çish do të me lexuar ato tekste. Ana e përgjithshme vjen një tekst në formën e përgjithshme, diçka ka ardhur dhe ka specifikuar kështu me radhë, domethënë çështje të ndryshme të usul fikut që nëse dietari i ka parasysh, i din ato, i ka mësuar, po ashtu edhe din gjuhën arabe dhe i përdor në mënyrë të drejtë, arrin deri te një konkluzë, deri një përfundim, deri tek një gjykim apo normë e caktuar në bazë të këtyre rregullave. Edhe pse mundet mos me pas ndonjë tekst drejt për drejt fetar, mirë po ekzistojnë rregullat e përgjithshme, ekziston qiyasi, analogjia, ekzistojnë objektivat e shariatit, objektivat e fesë, të cilat janë, domethënë, kanë fol dietar, bile kanë përmend këto se shkencë kanë më vonë, domethënë kanë konsideruar si një shkencë caktuar objektivat e shariatit, është një shkencë e cila mësohet edhe aty ka rregulla caktuar. Në bazë të këtyre pastaj dietarët vinë dhe japin përfundim. Pra, domethënë fillimisht ka mundësi me pas një mendim ndryshe, ose ka mundësi me pas mos pajtimin ndërmjet dietarëve nëse nuk ka për një çështje të caktuar ndonjë teksti të prerë. Ose mundet me kon tekst të prerë, mirë po ose është daif, për shembull hadithi është daif, është jo i vërtet, ose ka mos pajtime rreth saksisë së tij. Dikush për shembull konsiderohet se hadith i vërtet, dikush si hadith jo të vërtet.
Dhe për këtë arsye edhe pastaj kanë dietarët mos pajtime mes tyre. Domethënë vërtetësia e lajmit, sidomos hadithit, se s'mund të thonë këta për Kur'anin, se Kur'ani i gjithë është i saktë, e vërtetuar në mënyrë mutawatir, në shkallën më të lartë të vërtetësisë. Domethënë me rrugë të shumta të transmetimit. Mirë po, sa i përket haditheve, ato janë disa kategori. E ka hadithet që quhen ahad, kur të cilat i kanë transmetuar një ose dy ose tre prej transmetuesve, e këtu ka mundësi që këta transmetues me kanë ose të besueshëm ose jo të besueshëm. Prandaj nganjëherë ndodh që dietarët me pas mos pajtime mes tyre rreth hadithit. Hadithi me kanë i qartë dhe me aludu për filan dispozitën ose një norm caktuar të, domethënë të fesë. Mirë po hadithi nuk merret për bazë. Çështja tjetër është, mund me kon hadithi i sakt, mirë po nuk është edhe aq i qartë, sepse shprehjet të cilat janë përmendur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose në tekst, qoftë edhe në Kur'an, domethënë janë tekste që ka mundësi me u kuptu më shumë se sa një mënyrë të kuptimit. Domethënë vetë tekstin në arabishte, vetë fjalën arabishte e ka disa kuptime. Sikurse që është për qëllim për shembull el-mushtarak el-lafdhi ose el-ishtiraku el-lafdhi që do të vjen me lejen Allah azza wa jall, se për shkak të kësaj edhe dietarët kanë pasur edhe mos pajtime kur një shprehje e cila është shumë kuptimshme, domethënë ka një kuptim në një kontekst tjetër, ka një kuptim tjetër, në kontekst tjetër ka një kuptim tjetër që quhen shprehje polisemike. Ato shprehje domethënë janë ashtu është shprehja në arabishte që i përmban më shumë kuptime dhe dietarët kanë mos pajtime mes tyre se cilin kuptim do të mjafton në filan ajet kuranor ose në filan hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tjetra është ka mundësi hadithe me kon i sakt, me kon i prerë për filan çështje, mirë po abrogu, është derogu, ose gjenden edhe hadithet e tjera ose tekstet e tjera të cilat në shikim të parë duken se ato janë kontradiktore në mes njëra tjetrës. Nuk ka mundësi në fe me pas kontradikta mes të haditheve dhe ajeteve. Mirë po, nga njëherë tek njerëzit duket në shikim të parë se ato mundën me pas domethënë kontradikta mes tyre. Dhe dietarët kanë metodat e tyre, që cilat janë përcaktuar në usul fiqh dhe në shkencat e tjera, se çysh mi bë bashkë këto hadithe ose tekste në përgjithësi nga Kurani ose hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë domethënë shkaqet kryesore që kanë ndikuar që dietarët në pas mos pajtime në mes tyre. Me pas mos pajtime në mes tyre dhe secili prej dietarëve u angazhu duke i përdorur ato që përmendëm më herët, rregullat e usul fiqhut, rregullat e gjuhës arabe, pastaj edhe rregullat e mustalahul hadithit ose mustalahul hadithit, domethënë terminologjia e hadithit ose çdo gjë që lidhet me shkencën e hadithit për me konstatuar për shembull se filan hadithi është i saktë apo jo, edhe çështjet e tjera, fjalë sahabe e kështu me radhë. Të gjitha këto dietarët i kanë përmend, i kanë përdor dhe janë mundu me ardh tek një konkluzë, të një përfundim fetar për një çështje të caktuar fetare. Kjo është pra, domethënë, këto janë shkaqet kryesore të mospajtimit ndërmjet dietarëve. Dhe siç përmend Zarkashiu rahimahullah në një fjalë të tij, domethënë Allah azza wa jall pe urtësisë të tina ka bëu që në çështjet e fikut njerëzit me pas mendime të ndryshme fetare. Është normale. Edhe kjo dietarët, domethënë kanë përmendur se ka pas kësaj qëndrojnë disa pe urtësive. Për shembull, pe urtësive ose pe atyne që ka mundë me vrejt, domethënë mundë me orë një farë konstatimi, është se njerëzit që e përmendëm më herët edhe kemi përmendur në dersën e parë, kanë dallime mes tyre në aspekte domethënë të ndryshme të perceptimit, të kuptimit të çështjeve. Edhe pasi që kanë dallime, atëherë natyrisht kanë me pas dallime edhe në mendime dhe kjo reflektohet edhe në çështjet e fikut. Mirë, po çështja e dytë, nganjëherë Allah azza wa jall disa tekste i ka lënë me pas më shumë se sa një kuptim dhe kjo për arsye se sikur kishte ndodhur që me Allah azza wa jall ka pas mundësi me lënë tekstet të prera. Për cilën çështje me pas tekste të prera. Mirë po Allah azza wa jall ka bërë me urtësinë e tij që disa prej teksteve me kon për shembull me kon më të përgjithshme me pas ndoshta edhe mundësi me pas edhe një
kuptim tjetër, dikush me kuptu edhe një kuptim tjetër, në mënyrë që njerëzit mos më lidh vetëm një mëdhëb të caktuar. Sepse ndoshta nëse ishin lidh ose kishin pas vetëm një mëdhëb të caktuar në çështet veprore, atëherë kishte më qenë shumë e vështirësuar në jetën e njerëzve. Për këtë arsye, gjejmë se njerëzit të ndryshëm, për shembull, dikush e pason një mëdhëb, dikush tjetër një mëdhëb, dikush ndoshta brenda një mëdhëbi të caktuar, për shembull, përgjigjet disa mendime të një mëdhëbi tjetër, dhe kjo është prej, domethënë, urtësisë Allahut Azza wa Jall. Të marrim shembull vetëm haxhin, për shembull. Nëse të gjithë njerëzit kishin më qenë me pas vetëm një mëdhëb, vetëm një mendim të caktuar, ndoshta kishte me konsideruar që ka vështirësi gjatë haxhit. Mirë, po disa prej njerëzve pasojnë për shembull ata hoxhallarët e vendit të tyre që i takojnë një mëdhëb të caktuar dhe për shembull në gjujtjen e gurëve dikush prej Muzdelifes shkon pak më herët, i lejohet atina për me shku pak më herët me gjugurt dhe kalojnë njerëzit dhe i gjujnë gurt pak më herët. Vjen një grup tjetër pak më vonë, në mënyrë që mos më bëj ai kallabllaku i madh. Domethënë ajo kallabllaku është shumë i madh që pastaj më shkaktu pe kësajna edhe vrasje ose diçka tjetër. Domethënë u shkaktu vështirësinë përgjithësi. Edhe në çështjet e haxhit kjo është mëse shumë të që vërehet, po edhe në çështjet e tjera, domethënë vërehet kjo. Për këtë arsye Zarkeshiu i thot në një fjalë të tij, thot i'lam anna Allah Ta'ala lam yunassib ala jami' al-ahkam ash-shar'iyya adillatan qati'ah bal ja'alaha dhanniya qasdan lit-tawsi' ala al-mukallafin li'alla yanhasiru fi madhhab wahid. Thot dije se Allah Azza wa Jall nuk ka vendosur për të gjitha dispozitat, rregullat, normat fetare, argumentet preme. Por e ka bërë ato që domethënë me kon dhanie, mos me kon të prerë, mirë po me pas më shumë se sa një kuptim, megjithëse disa një kuptim e kon për shembull më i fortë. Me qëllim të thotë që më ju jap lehtësi njerëzve, të cilët janë ngarkuar me obligime, mukallafin, ata të cilët janë të ngarkuar me obligime, që mos kufizohen në një shkollë të vetme mendimi. Domethënë kjo është për hikmetit të Allahut Azza wa Jall. Për hikmetit të Allahut Azza wa Jall. Dhe njeriu i cili i kupton shkaqet e mos pajtimeve ndërmjet dietarëve, ndërmjet fuqahave, brenda ehli sunetit, atëherë zemra tina, gjoksi tina ka më qenë më i zgjeruar. Edhe kam i justifikuar dietarët edhe pse e kanë dhënë një mendim pak më ndryshe, çysh ai ka mësuar për shembull për hoxhës së tina ose për mëdhëbit që e pason. Po ashtu edhe kjo është ndoshta edhe shkak që njerëzit më kanë unifikuar, me kon të bashkuar dhe umeti me kon i bashkuar. Domethënë ai i cili me të vërtet i kupton këto, nuk ka me kon fanatik për një sheh, për një hoxh, për një mëdhëb të caktuar, po ka me justifikuar të tjerë, ka me pranuar se ka dhe një mendim tjetër. Mirë, po të gjithë janë vëllezër, të gjithë janë bazuar në Kur'an edhe në Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe kam justifikuar edhe ata dietarët e marrëhershëm se asnjëri prej tyre që është përmend edhe Sheikhul Islam po edhe të tjerët, asnjëri prej dietarëve të sunnetit. Duke u nisur nga, domethënë këta dietarët 14 edhe dietarët e tjerë nuk ka pasur qëllimisht, domethënë ka pasur qëllimi i tij nuk ka qenë që me kundërshtuar ndonjë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, pra mërmend se nëse dikush prej tyre ka ndodhur me ardh ai përfundimi i tij, gjykimi i tij për një çështje të caktuar që në fillim në shikim të parë me kundërshtuar ndonjë hadith pejgamberit alayhis salam ka thonë ka pas mundësi që kjo më ndodh për 3 shkaqe. Shkaku i parë është që mos më besu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë atë hadith. Domethënë ose si ka ardhur hadithi që do të vjen më vonë, ose ka menduar që ky hadith është ardhur tek ai me rrugë transmetimi jo të saktë, prandaj ka konsideruar hadithin dhaif, hadithin jo të vërtetë. Pra, me një fjalë nuk e ka konsideruar që është hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ose ka thonë se hadithi është i saktë, mirë, po nuk ka lëdëm për çështjen e caktuar, ose e treta ka thonë po, është hadithi i saktë, a lëdëm për çështjen e caktuar, mirë, po hadithi është i abrogum. Hadithi është i abrogum. Për këtë arsye, asnjë prej dietarëve të mëdhej të sunetit nuk ka pasur qëllim që me kundërshtuar ndonjë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dikush për njerëzve mundet me pyet një çështje. Na shpesh herë i ndëgjojmë hoxhallarë të ndryshëm që japin fatva për çështje të caktuara. Domethënë dikush thotë ban, dikush thotë nuk ban, dikush thotë i pastër është diçka për dikush thotë është i papastër.
dikush është e lejuar, dikush është e ndaluar, dikush domethënë mendime të ndryshme të dietarëve, të hoxhallarëve, po këta hoxhallar padyshim se i ka marrë këto mendime e bazuar në mendimet e dietarëve të tjerë. Domethënë të dietarëve të Ahlus Sunnetit, sa i përket domethënë çështjeve fikore. Atëra dëgjojmë shpesh herë që dikush prej tyre për shembull ka një mendim, ai tjetër ka një mendim. A është saktë që shumica e fesë ose shumica e çështjeve të fikut është që ka mos pajtimi rreth atyre meseleve? I themi jo. Një pjesë e konsiderueshme, një pjesë kaq e madhe e meseleve, çështjeve të fikut, për to ka tekst të qartë nga Kurani ose Suneti i pejgamberit alayhis salam, apo edhe ka ixhma në to. Janë disa çështje të tjera të cilat ka për to mos pajtime. Mirë po, nuk do të thonë që janë shumica. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija ka një fjalë të tina, është me rëndësi me citu këtë fjalë, në mënyrë që njerëzit mos me kuptu që domethënë ky ka një mendim, atë ka një mendim, domethënë shumica e fikut është që kanë mos pajtime për të dietarët. Sheikhul Islam Ibn Taymija thot në një fjalë të tij, thot për citoj një herë në arabisht, pastaj edhe për përmendi si përkthim, thot جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماع وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس وهذا موجود في سائر العلوم وكثير من مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة وأما ما لا بد للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به. është një fjalë, më thonë fjalë e Sheikhul Islam, i cili e qartëson këtë çështje. Tha shumica e çështjeve të fikut, që njerëzit kanë nevojë për to, që njerëzit kanë nevojë për ato dhe që i jepet një fatva njerëzve për ato janë të bazuar thotë në tekst, qoftë në Kur'an ose në Sunet pejgamberit alayhis salam ose në ixhma në konsenzusin e dietarëve. Ndërsa thotë mos pajtimi ndodh vetëm në pak çështje nga ato që njerëzit kanë nevojë për to. Domethënë nëse kanë nevojë për to në njerëzit atëre në pak prej tyre ka mos pajtime rrethire tek dietarët dhe nëse thotë kjo ndodh, domethënë mos pajtimi ndodh sikurse në gjitha shkencat e tjera, që ka mundësi me pas mos pajtime, shumë prej çështjeve për cilat ka mos pajtim, thotë janë që ose rroll ndodhin ato në jetën e përditshme, domethënë ka mundësi me ndodh, mirë po ndodhen personit caktuar ose personit caktuar, nuk janë që ndodhen shpesh, ose janë hipotetike. Domethënë nëse kish më ndodh kështu. Qysh kanë thënë edhe më përpara disa prej dietarëve, domethënë nëse ndodh kjo mesele, halos ka ndodhur, mirë po nëse ndodh kështu, atëherë qysh kish me kon ai gjykimi rreth kësaj. Ndërsa thotë ato gjëra për të cilat njerëzit gjithsesi kanë nevojë për ato janë të njohura dhe vërtetuara në mënyrë të prerë. Domethënë Sheikhul Islam përmend se për ato që kanë nevojë njerëzit në jetën e përditshme, domethënë ka argumente të qarta. Pak prej atyne, domethënë që kanë nevojë njerëzit në jetën e përditshme, janë ato para ato për të cilat domethënë ka mos pajtime ndërmjet dietarëve. Kjo është me rëndësi që mos më mendu dikush për shembull se domethënë shumica e fikut është që ka mos pajtime ndërmjet dietarëve. Cilat janë disa prej shembuj që mund të thonë që ka hapësirë për me pas mendime të ndryshme. A ka mesele të caktuara? Themi po. Mesele të ndryshme, disa kemi përmend edhe në kapitullin e agjerimit, disa i kemi përmend edhe në kapitullin e pastërtisë, për shembull për këtyne. Nëse dikush e prek organin e tij gjenital, qoftë mashkull ose femër, do të thonë drejt për drejt, pa pengesë, a prish abdesin apo jo? Kjo është çështje për të cilën kanë debatuar dietar, duke bazuar në, domethënë, dy hadithet. Hadithin e Busra bin Safwan dhe hadithin Talq ibn Ali. Dikush e ka marrë ato, dikush ka marrë ato, dikush u mundu me bë bashk. E kemi sqaruar këta në mënyrë të detajuar kur kemi folur për domethënë çështjet që prishin abdesin në kapitullin e pastërtisë. Mirë po përmenda, domethënë ku ka hapësirë mendimi ose debatimi mos pajtimi ndërmjet dietarëve. Po ashtu për shembull kunuti, vëre duas në kunut, domethënë gjatë namazit, me bë dua, imami që bën dua, kunuti në namazin e sabahit. A është për të cilën ka ixhma apo jo? Ja, themi është çështje për të cilën kanë mos pajtime të dietarëve. Na nuk jemi mësuar ndoshta me pa dikon i cili në namazin e sabahit në rekatën e dytë për shembull ngrit duart edhe bën dua. Mirë po më shkon Jordani,
të cilët janë shafi, shumica tyre janë shafi, për çdo namaz të zabohet të ata këndohet duaja. Dhe është për çështje për cilën ka mos pajtime ndërmjet dietarëve, ka hapësirë për mendimin ndryshe. Për shembull, kunuti, domethënë kunuti, duaja kunutit edhe në domethënë namazin e vitrit, a bëhet para rukus apo pas rukus. Ka mendime të ndryshme të dietarëve dhe është çështje diskutabile që ka mundësi për me pas edhe mendim tjetër. Ka hapësirë për me pas një mendim tjetër. Për shembull, e kemi përmend këto në çështje e pastërtisë kur kemi trajtuar disa prej çështjeve. Për shembull, shpërlarja e gojës edhe hundës gjatë abdesit, a është vajib apo është vetëm sunet? Kemi përmend. Ose tejemumi, sa duhet me godit tokën? A mjafton vetëm një goditje apo dy goditje? Kjo është, domethënë për të cilën kanë debatuar dietar. Për shembull, urina e kafshëve, se cilave ju hahet mishi, a është e pastër apo e papastër? Kanë debatuar për këtë dietar. Gruaja me menstruacione, e cila dëshiron me lexu Kur'an, ai lejohet asana ajo? Ka debatime, domethënë ka mos pajtime ndërmjet dietarëve. Ai i cili e bën sejdën, a bën sejdën mas selamit apo para selamit, apo është një farë detajizimi tjetër? Për të gjitha këtu ka mendimet e dietarëve duke u bazuar në argumente, në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Selami gjatë namazit të xhenazës, kur të fal njeriu namazin e xhenazës, kur të jap selam, a është vetëm një selam apo dy selame? A duhet me dhënë dy herë selam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, që është na, apo vetëm mjaftohet me një selam, që referohet për shembull edhe në Arabi Saudite? Është çështje për cilën kanë debatuar dietar. Hijami a prish agjerimin apo nuk e prish agjerimin? Është që kanë debatuar për to dietar. Ka shumë çështje të tjera. Mirë po, ka shumë të tjera për të cilat ka ixhma. Për të cilat ka ixhma, dhe këtu janë të shumta. Edhe këtu janë të shumta. Për shembull, ihrami, njeriu i cili është në ihram, ka për ixhma. Për këta përmendu vetë si shembuj, s'po dojna me përmend mendimin më të saktë. Kjo është një çështje tjetër, vetëm si shembull për ata që ka në shumë çështje të fikut ka ixhma për to. Ka ixhma për to, veç përmendi si shembull, për shembull ai i cili është në ihram, qoftë në haxh ose në umre, ka veshur ato teshat e ihramit dhe është duke dashur me bë haxhin ose umrën, është ndaluar për ta me vendos parfum. Ose për shembull njeriu kur është në Arafat dhe Muzdelife, i bashkon namazet. Ose gruaja e cila është me menstruacione, për shembull, nuk falet, nuk agjeron, edhe burri i saj e ka të ndaluar me bërë marrëdhënie intime. Krejt për këto ka ixhma. Edhe gruaja nuk bën me dal imam burrave, për këto ka ixhma. Pastaj ai i cili qesh me za në namaz, atëherë e prish namazin. Këto ka ixhma për këto. Ai i cili bën bej për shembull për diçka, se ka me vepru diçka, masanej e them betimin, atëherë do të me shpagu, do të me shly ata, ka kefaret. Masanej ka aty detajizimi që dhe është kefaret, dhe mirë po ka kefaret. Masanej çështja e bajramit, agjerimit të ditëve të bajramit, është ndalume, ka ixhma për ta. Ka shumë për çështjeve, domethënë ixhma për to, këto vetëm disa prej shembujve, në mënyrë që mos më mendu dikush që shumë i safikut është, që domethënë ka mos pajtime rreth dietarëve për shumë çështje të fikut, atëherë edhe cilën duhet të më marrë kështu me radhë. Tash vinte me qartësu ato shkaqet e mos pajtimeve të ndërmjet dietarëve. Mirë po, në fillim, cilat janë llojet? Domethënë llojet e mos pajtimeve të ndërmjet dietarëve. Janë dy lloje kryesore, një lloj për të cilin ka argumente të kundërta, ose domethënë për me ka mendime të kundërta, ka edhe një lloj për të cilin nuk ka mendime të kundërta, mirë po është llojshmëria e bërjes së gjërave, e bërjes së duave, e bërjes çush do të vjen. Domethënë thirret khilafut të nëvua. Mos pajtim, mirë po është i shumë llojshmërisë. Domethënë lejohet me bëu edhe këta. Nuk ka që njëri e kundërshton tjetrin. Po e marr një shembull. Për shembull, kirajetet e ndryshme. Na lexojna me një kirajet, një lloj leximit të Kuranit që është përcjellë te na, që është hafsi nga asimi. Kjo është një lloj kirajeti. Mirë po kur shkon njeriu në Afrikë, domethënë në Afrikën Veriore dhe në Sudan anëna, atëherë gjën që janë duke lexuar me një kirajet tjetër.
me të cilën të lexojsh, nuk ka problem. Për këtë arsye edhe sot, me dal dikush me lexu me një kiraje tjetër, edhe njerëzve ndoshta nuk e mësu me e lexu me ato, ndoshta në atë aspektin sa i përket politikës sheriatike që, domethënë, mos më shkaktu probleme, po, ama sa i përket lejesës, kjo është e lejuar. Domethënë, është e lejuar me u lexu edhe me një kiraje tjetër, Domethënë, me cilën dush kirajet mundesh me lexu. Mirë, po jo me fillu me një kirajet edhe në gjys namazin me një kirajet tjetër. Duhet si t'ja fillosh namazin, duhet me lexu me të njëjtin kirajet derisa të përfundosh, ose atë rekat derisa të përfundosh. Për shembull, ka lloje të ndryshme të duas që quhet duaja e fillimit të namazit. Domethënë dua të ndryshme. Një duaja që e përdorim na është subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Kjo është e njohur. Mirë po, është edhe hadithi tjetër, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib. Se ky hadith i dytë është hadithi e Abu Hurajra që gjen në Buhari dhe Muslim, që e ka pyetur Abu Hurajra radhiyallahu anhu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka pyetur, ka thonë, një farheshtje që bëbën ti në mes të tekbirit edhe në mes të këndimit të Fatihas, çka po thonë ata? Atëherë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë ka edhe tjetër, domethënë pejgamberi alayhis salam në namazin e natës e ka thonë një dua tjetër. Domethënë me të cilën dush mundesh me fillu. Në vend subhanekes mundesh atë tjetër. Mirë, po ju më bëu bashkë të gjitha. Se kjo është një rregull që kam përmend dietar, domethënë nuk bëhen bashkë të gjitha, mirë, po mundesh me përgjithë, ndash të parën, ndash të dytën. Ose ka forma të ndryshme të at-tahiyatit. Dua se tahiyatu lillahi was salawatu, këto është domethënë na e lexojmë. Mirë, po disa prej dietarëve të tjerë kanë përgjigjur një lloj tjetër të duas që ka ardhur ajo në formë të saktë. Lejohet edhe ja. Ose për shembull, lejohet për shembull ka ardhur dua të ndryshme sa përkat salavateve, që i themi në fund të namazit, me disa dallime. Lejohet edhe ja. Mirë, po dietarëve kanë thonë cila është më e mira, cila është më e preferuar. Nuk kanë thonë se nuk bën me lexu atë tjetrën, nuk bën me thonë atë dua tjetër. Mirë, kanë thonë te unë e përgjigj këto se i mbështeten për shembull në hadithin e Abdullah bin Mas'udit, ai tjetër thotë në hadith tjetër. Mirë, po të dyjat janë të cilat janë pranuar. Domethënë ka një lloj i mos pajtimeve që duket mos pajtim, mirë, po në të vërtet nuk është mos pajtim, është që lloj-llojshmëria e thënieve, e duave të ndryshme ose kirajeteve të ndryshme që i përmendëm. Dhe kjo nuk është ajo që, domethënë, hin te mos pajtimit e dietarëve se kjo është e lejuar, kjo është e ndaluar, cilën me përzgjedh. Mirë, po, dietarët vetëm kanë mos pajtim se cila është më e preferuar nga të tjerat, mirë, po thonë të gjitha janë që kanë ardhur si sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto hin edhe për shembull edhe llojet e ndryshme të ezanëve. Për shembull, na e këndojmë ezanin, muezinë këndon në këtë formë. Mirë, po ka ardhur edhe format e tjera të këndimit të ezanit. Ka ardhur edhe dy lloje të formës të këndimit të ikametit, domethënë me një herë ose me dy herë, duke thënë. Sikurse është me mëdhëbin Hanefi, domethënë që këndohet ikameti edhe një formë tjetër që domethënë pak më e shkurt. Të dyjat janë që kanë ardhur në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të dyjat lejohet më bëhet. Domethënë vetëm se njërin e përgjigj, jo i përgjigj të dyjat. Domethënë kjo është një lloj e, na thon, mos pajtimeve, mirë, po thirret mos pajtimi lloj-llojshmërisë, jo që ka kontradikta mes tyre. Tash vim te lloji i dytë që ka mundësi ndoshta disa çështje fetare me pas mendime të ndryshme që në shikim të parë duken domethënë që janë kontradiktore. Dikush thotë që kjo është i pastër, që e përmendëm na urina e kafshëve të cilave ju hahet mishi. A është e pastër apo pa pastër? Ka mendime të ndryshme të dietarëve. Tash nuk mundem me bë bashkë me thon herë pastër, herë pa pastër. Ajo, domethënë, ose ka me kon e pastër ose ka me kon e pa pastër, kemi për zgjedhje mendim. Ose për shembull, a është vajib shpërlaja e gojës edhe hunës gjatë abdestit apo nuk është vajib? Kemi për zgjedhje mendim. Sepse këtu masane lidhet edhe vlefshmëria e abdestit. Abdesi është i vlefshëm apo nuk është i vlefshëm? Kemi përgjigj ose kemi pasu dikan, se masa e gjon e ka për detyrë me pasu hoxhën. Ka për detyrë me pasu hoxhën e caktuar se dietarin. Mirë, po, domethënë këtu pra kemi një lloj
një farë lloj, kontradikto ose mendimi tjetër. Një ndimi tjetër, i cili në shikim të parë kundërshton tjetrin, mirë po, cilat janë ato shkaqe që i kanë shtyr dietarët me pas mendime të ndryshme, atëherë do t'i përmenim më vonë. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.